pas denoncimit se pacientët nuk po lejojnë të futen në QSUT, problematika ka vazhduar edhe sot. Drejtoresha e spitalit e nxehur me lajmin ka dhënë urdhër që asnjë pacient të mos futet në spital. Sipas një artikulli të Daily Mail, mafia shqiptare kontrollon tregun e kokainës në Britaninë e Madhe, duke ofruar çmime më të ulta dhe cilësi më të lartë të drogave. Në prag të ndeshjes së futbollit Shqipëri-Serbi, tregu i zi ka shpërthyer për shitjen e biletave të cilat kapin një çmim stratosferik deri në 1000 euro. Zonja dhe zotërin, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në edicionin informativ këtu në TV Dheu. Një ditë më parë pacientët e ardhur nga rrethet për vizita dhe ndërhyrje në QSUT denoncuan se nuk po lejoheshin që të futeshin brenda ambienteve të spitalit, pasi infermierët dhe rojet u jepnin justifikime të ndryshme. Problemi ka vazhduar edhe këtë të mërkur, ku pas denoncimit, drejtoresha e spitalit ka urdhëruar që pacientët të lihen jashtë. Ditën e djeshme, redaksia jonë denoncoi sjelljen skandaloze të stafit të spitalit të traumës dhe vonesave të pajustifikueshme që u shkaktohen qytetarëve. Këta të fundit, edhe pse të pajisur me rekomandime nga doktorët dhe me orare për vizita e ndërhyrje, nuk u lejuan të futen brenda ambienteve të spitalit, duke pritur me orë të tëra në radhë në diell. Të thonë hajde në orën 8, e kur shkon aty të mbyllin derën në fytyrë, s'u intereson fare, thjesht të thonë kemi njerëz për ndërhyrje, u shprehen qytetarët. Ky denoncim i bërë publik, duke se ka shqetësuar drejtoreshën e këtij institucioni, e cila as ditën e sotme nuk i ka lejuar pacientët të futen brenda. Ata kanë treguar se drejtoresha e caruar ka dhënë urdhër që askush të mos futet brenda ambienteve të spitalit, edhe pse qytetarët shumë prej tyre të ardhur nga rrethet kishin orare të caktuara për sot. Na thanë se kanë urdhër nga drejtoresha që të mos hynte askush, edhe pse kishin mbledhra zyrtare dhe ishin orari që na kishin caktuar vetë mjekët. Stafi ishte i acaruar dhe nuk pranonin asnjë shpjegim. Mirë për ne për spitalet që kemi, shpreh të revoltuar pacientja. Ajo madje ka treguar se një qytetar humbi dhe ndjenja gjatë përplasjes me rojen e sigurisë dhe pritjes në radhë që prej orës 7 të mëngjesit. Duhet thënë se kjo nuk është hera e parë që shqiptarët përballen me stres, paqartësi dhe përçmim të institucioneve, që qytetarin duhet ta kenë primar dhe shërbimin ndaj tij sa më efektiv. Banorët e një pallati në rrugën Dëshmorët e Fekenit në Tiranë kanë denoncuar disa punime që kanë nisur në mënyrë të papritur. Sipas tyre, punimet janë duke u ndërtuar pa leje dhe autoritetet nuk ndërhyjnë sepse njerëzit që po punojnë janë të afërm të ministrit Blendi Goxhe. Një qytetar i shqetësuar ka denoncuar pranë redaksisë tonë një rast flagrant të ndërtimit pa leje në zonën e njësisë administrative numër 7 në Tiranë, në një sipërfaqe publike e njohur ndryshe si Parku i autobuseve në afërsi të kishës përgjatë rrugës Dëshmorët e Fekenit. Sipas denoncuesit, ndërtimi po kryhet nga një person identifikuar si Sami Briçi, kunati një personi të njohur si Loku, i cili sipas qytetarit është një prej bashkëpunëtorëve më të afërt të ministrit Goxhe. Kjo lidhje ngushtë me figura me ndikim në pushtet akuzohet se po shfrytëzohet për të zhvilluar ndërtime pas një dokumentacion të rregullt të ligjor. Banorët e zonës e kanë denoncuar rastin në institucionet përkatëse, por nuk ka patur asnjë reagim. Arsyeja e kësaj heshtje qytetari e lidh me ndikimin e njerëzve me pushtet, që siç thuhet në denoncim, nuk i lejojnë institucionet të afrohen. Ky rast shton edhe një herë shqetësimin për mënyrën se si hapësirat publike që i përkasin komunitetit po zihen për interesa private në mbrojtjen e heshtjes institucionale dhe lidhjeve politike. Mbetet për të parë nëse autoritetet do të reagojnë apo nëse ky rast do të shtohet në listën e gjatë të abuzimeve të pandëshkuara. Nga ky vit, Golemi do të ketë një plazh publik më pak, pasi hapësira që deri vjet shfrytëzohej nga pensionistët si plazh falas, tashmë është dhënë me VKM 2 subjekteve private, duke i lënë qytetarët pas një copë rëre ku të vendosin çadrat. Një denoncim ka mbërritur në redaksin ton ku një banore e Golemit ngre shqetësimin për zaptimin dhe zhdukjen një hapësire publike, e cila deri në verën e kaluar shërbente si vend i lirë për qytetarët për të bërë plazh, sidomos për pensionistët, sipas denoncimit. Këtë vit hapësira në fjalë është dhënë me VKM 2 subjekteve private, duke lënë banorët pas një copë rëre për të vendosur një çadër. Bëhet fjalë për një zonë të vogël në plazhin e malit të Robit, e cila deri dje është shpëtimit të moshuarve, të cilët nuk përballojnë ndoshta zonë me çmime të larta dhe mezi paguajnë ilaçet. Cila është drejta jonë si banor të Golemit që paguajmë taksa dhe nuk kemi mas një centimetër rër ku të shkojmë. Për qytetare në denoncimin e saj, ajo tregon se së bashku me banorë të tjerë kanë shkuar në Bashkinë e Kavajës për të kërkuar sqarime, por zyrtarët lokal i kanë thënë se vendimi është marrë nga Ministria e Turizmit me vendim të Këshillit të Ministrave
duke ja kaluar gjithë hapësirën hotelit Fafa, hotelit Klajdi dhe një plazhi publik që nuk ekziston më. Skandali thellohet edhe më tej sipas denoncimit. Vetmja hapësirë publike që është lënë për qytetarë ndodhe pranë murit të Prestigjit, mbi një kanal të ujërave të zeza, në një zonë të ndotur dhe të papërshtatshme për plazh. Qytetarët thekson se hoteleria ka pushtuar çdo pëllëmërore nga mali i Ropit e deri te rreth rrotullimi i Golemit, pa lënë asgjë për komunitetin lokal. Kjo pjesë e këtu ka qenë vitin e kaluar plazh publik. Këtë vit Fafa ka ardhur dhe ka zaptuar, ndërsa Klajdi thotë që pjesa tjetër është e tij. Vjet të paktën kishim një korridor 2 metra ku rrinin pensionistët, tani edhe ato vende kanë marrë, u kanë hequr çadra të moshuarve dhe i kanë përzën, shkruan qytetarja për redaksin ton. Në një vend ku hapësirat publike po zvoglojnë çdo ditë, ky është një rast flagrant i privatizimit të egër të Bregdetit shqiptar me bekimin e shtetit. Ministria e Turizmit në vend që të mbrojë të drejtën e qytetarëve për akses, duket se po vepron në të kundërt, duke ia dorëzuar gjithçka hoteleve. S'ka më vend për qytetarët e thjeshtë në plazhet e Shqipërisë. Mos është bërë vetëm mënyrë për të shijuar detin të vështrosh nga larg nëse s'të premton xhepi të paguash për një shezllong. Redaksia jon po e bën këtë çështje publike dhe i bashkohet zërit të banorëve. Hapësirat publike të zaptuara duhet të lirohen menjëherë. Tijana Radonić, 19 vjeçaria serbe që humbi jetën tragjikisht në Budva, ishte duke xhiruar një reklam. Ajo po fluturonte me parashut kur në gjendje paniku hoqi ripin e sigurisë dhe ra nga 50 metër lartësi. Më 28 maj u regjistrua një ngjarje tragjike në rivierën e Budvës. Një ere 19 vjeçare nga Serbia, Tijana Radonić, ndërroi jetë pasi ra nga një lartësi prej 50 metrash gjatë një fluturimi me parashut. Pak ditë pas ngjarjes, pamjet e kapura nga kamerat e sigurisë janë publikuar. Sipas pamjeve, eria fillimisht shihet në gjendje paniku duke hequr jashtë lekun me pas rripat e sigurisë që e mbanin të lidhur me pajisjen fluturuese. Siç duket pak çaste më vonë, ajo bie nga lartësia teksa dëshmitar në vendngjarje thanë se dëgjuan të rend duke bërtitur. Më ulni poshtë dhe ndim para se të ndodhte tragjedia. Vajza po merrte pjesë në xhirimet e një reklame për një agjenci turistike lokale që i sollën edhe vdekjen. Daily Mail ka kushtuar një artikull të ashtë quajtur as mafia shqiptare, duke thënë se individët e organizatës kontrollojnë tregun e kokainës në Britaninë e Madhe. Sipas raportimeve, tregu përllogaritet 5 miliard pound në vit dhe shqiptarët e kanë vënë në kontroll me anë të çmimeve të ulta dhe cilësisë të lartë të kokainës. Tabloidi britanik Daily Mail ka publikuar një artikull ku flet për dominimin e mafias shqiptare në tregun e kokainës në Britaninë e Madhe, duke theksuar se shqiptarët kanë marrë kontrollin pothuajse të plot të këtij tregu, që vlerësohet 5 miliard pound në vit. Sipas hetimit, shqiptarët kanë krijuar lidhje të drejtë për drejta me kartelet e Amerikës Latine, duke e shmangur kështu çdo ndërmjetës dhe furnizojnë tregun britanik me kokainë me cilësinë më të lartë dhe çmimin më të ulët se rivalët. Kjo ka dhënë atyre një avantazh të jashtëzakonshëm dhe ka bërë që të marrin kontrollin në shumë qytete të Britanisë. Daily Mail shkruan se mafia shqiptare njihet për dhunën ekstreme dhe për ekzekutimet ndaj atyre që nuk paguajnë borxhet, ndërsa autoritetet e vendit janë në alarm për shkak të fuqisë në rritje të këtyre grupeve. Në artikull përmendet emri i Dritan Recepit, i njohur si një nga kokat kryesore të trafikut të kokainës në Amerikën e Jugut dhe në Europë, i cili është arrestuar dhe ekstraduar në Shqipëri pas një arratije shumë vjeçare. Britania është mbushur me ferma kanabisit të drejtuara nga shqiptarët, ndërsa autoritetet kanë zbuluar disa prej tyre me vlerë miliona pound. Vetëm një operacion i fundit kishte një sasi kanabisi me vlerë 21 milion pound. I vetmi qytet ku shqiptarët nuk kanë arritur të hyjnë plotësisht është Liverpooli, ku grupet lokale kriminale mbajnë territorin e tyre me fanatizëm. Në mesazhe të siguruara nga policia përmes rrjetit të enkriptuar EncroChat, kriminalët vendas paralajmëronin shqiptarët të mos afroheshin, me mesazhe si ky qytet është imi, nëse tenton të futesh ke për të vdekur. Autoritetet britanike shprehen të shqetësuara për fuqizimin e vazhdueshëm të mafias shqiptare dhe ndikimin e saj në tregun e drogës në të gjithë vendin. Interesi i lartë për të ndjekur në stadium ndeshjen e shumë pritur mes Shqipërisë dhe Serbisë ka bërë që gjetja e një bilete të kthehet në një mision thuajse të pamundur. Përballë këtyre kushteve, biletat kanë filluar të shiten në tregtësi, me çmime që arrin shifra stratosferike deri në 1.000 euro. Të shtunën do të mbahet ndeshje shumë pritur e futbollit mes Shqipërisë dhe Serbisë në arenën kombëtare në Tiranë.
Interesi i tifozëve për të ndjekur përballjen është i lartë për numri i biletave, duket se nuk i përgjigjet të gjithë kërkesave. Teksa ndodhemi 4 ditë para mbajtjes së ndeshjes, shumë tifozë po vuajnë për të gjetur një bilet. Sipas raportimeve për redaksin ton, tashmë po ndodh ajo që ndodh zakonisht në prag eventesh kaq të ndjeshme. Biletat po shiten në treg të zi dhe çmimi i tyre në disa raste arrin edhe 1.000 euro, një shumë e goxha e konsiderueshme nëse marrim parasysh nivelin e pagave. Shumë tifozë nuk po munden të sigurojnë qoftë edhe një bilet të vetme. Nga një vëzhgim i thjesht, mund të shikosh se në faqen zyrtare të FSHF-s në rrjetet sociale gjen komente ku persona të ndryshëm dhe të pa autorizuar për shitje biletash ofrojnë bileta në treg të zi. Shes 4 bileta, 103 deri në 150 euro copa, shkruan dikush. 4 bileta 150 euro copa, 102 ose 102. Sa më shpejt shkruani. Shkruan një tjetër, ndërsa njëri që ka siguruar 4 bileta shtesë mbrapa portës kërkon gjithashtu të shes 4 bileta në shitje mbrapa portës. Një qytetar i shqetësuar ka raportuar këtë rast duke konsideruar si diçka të padrejtë dhe komplet pa transparencë. Përshëndetje, duke qartë që biletat po shiten këtu në komente tek FSHF dhe që i ka marrë ato që nuk kanë lidhje me futbollin, ndërkohë që tifozët e vërtet asnjë bilet nuk kanë marrë. Transparencë është shitje e biletave nga 150 deri në 500 euro, thot ai në mesazhin e tij dërguar për redaksin ton. Zonja dhe zotërinj, ka qenë kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Duke ju falendëruar për vëmendjen tuaj, bashkë mirupafshim.